Ky realitet në të cilin po jetojmë është rrëmbyer nga një forcë që disa të lashtë e quajnë arkonte, por ka emra të ndryshëm në të gjithë botën e lashtë për të njëjtën forcë dhe për të njëjtat identitete. Nuk janë fjalët e mia, por të David Icke. Nuk janë të shumt ata që kanë dëgjuar apo e dinë kuptimin e termit arkont. Në tekstet mbas djegjes së bibliotekës së Aleksandrisë, filloi të dëgjoj për arkontët. Para se të vazhdojmë me këtë temë, ju kujtoj të regjistroni në kanal. Nëse video ju pëlqen, klikoni më pëlqen. Të shpërndani kanalin dhe videot ju pëlqejnë. Ju ftoj të komentoni, sepse jam i interesuar të di mendimin tuaj për videot. Ju e keni parë që ju përgjigjem të gjitha komenteve apo pyetjeve që bëni. Arkontët përshkruhen në disa tekste të lashta gnostike, shumë prej të cilave u zbuluan vetëm në shekullin e 20 me zbulimin e bibliotekës Nag Hammadi në vitin 1945 në Egjipt. Aty përshkruhen histori se si populli i Nag Hammadit, gnostikët e lashtë, mendonin për botën. Rëndësia e teksteve të zbuluara qëndron në faktin që nuk janë prekur, ndryshuar, rishkruar sikurse ka ndodhur me Biblën. Një nga tekstet më të rëndësishme për të diskutuar këto entitete është Ungjilli i Xhudës, një dorëshkrim që ofron një perspektivë alternative ndaj rrëfimit tradicional të krishterë, duke sugjeruar se bota materiale u krijua nga një Zot i papërsosur, Demiurgu, i identifikuar me figurën e Zotit të Dhjatës së Vjetër. Arkontët janë emisarët e tij, shpirtra mashtrues që qeverisin realitetin material si roje të një burgu kozmik. Për gnostikët, gnosticizmin dhe zbulimin e bibliotekës së Nag Hammadi në vitin 1945, kemi folur edhe në videot e mëparshme, sidomos 2 videot Njozi, Krijuesi, Jezusi dhe Krishtërimi, të cilat ju ftoj të shikoni nëse nuk i keni parë për ta bërë më të qartë temën e sotme. Gnostikët thonin që ka patur një pushtim 3600 vjet më parë, pra 1600 vjet para se tekstet të groposeshin. Shkruanin se ky pushtim ishte si një virus dhe kishin vështirësi për ta përshkruar. Këto qenie i quajtën arkonte. Këto qenie kishin aftësinë të kopjonin realitetin dhe të mashtronin duke simuluar një realitet ndryshe. Ishin xheloze ndaj nesh sepse kemi një esencë tipike që është shpirti që ata nuk e kanë. Tekstet i përshkruajnë si zvaranik me lëkurë gri e sy të palëvizshëm. Thamë që dinë të kopjojnë realitetin dhe krijojnë një kopje realiteti fals. Sipas teksteve mund të hyjnë te njerëzit dhe t'i manipulojnë përmes ndërgjegjes së tyre. Gnostikët para-kristian që drejtonin bibliotekën e madhe të Aleksandrisë kishin qëndrimin se arkontët ishin bërë nga ndezja e zjarrit të ndritshëm. Sipas besimit islam, janë bërë nga një zjarr pa tym dhe pak a shumë e njëjta gjë është kudo. Në librin sekret të Gjonit, një nga tekstet më të detajuara të traditës gnostike, arkontët përshkruhen si qenie të preardhura nga Yaldabaoth ose Demiurgu, një qenie e papërsosur e lindur nga gabimi i Sofis, hyjnis që mishëron mençurinë. Yaldabaoth, i lirë nga njohuria e vërtet hyjnore, krijon botën materiale dhe e mbush atë me arkont për të kontrolluar njerëzimin dhe për ta penguar atë të zgjohet në natyrën e tij të vërtet shpirtërore. Teksti i përshkruan arkontët si qenie pa shpirt, qenie të afta për krijim të vërtet, fuqia e vetme e të cilave qëndron në iluzion dhe mashtrim. Ja çfarë thot konkretisht David Icke për arkontët. Ky realitet në të cilin po jetojmë është rrëmbyer nga një forcë që disa të lashtë e quajnë arkonte, por ka emra të ndryshëm në të gjithë botën e lashtë për të njëjtën forcë dhe për të njëjtat identitete. Kjo bëhet e qartë kur të gjithë këta emra të ndryshëm për zotat në mbar botën rezultojnë të jenë emra të ndryshëm për të njëjtën forcë, sepse ato përshkruhen në të njëjtën mënyrë. Ne e shohim atë në të gjithë botën, në lindjen e largët, në Amerikën Qendrore, në vende të tjera. Ata njihen si perëndit gjarprinj. Zululi ata i quajnë Cikaguri, bitë e gjarprit. Për Babilonin e lashtë, tani Irakun, ata janë Anunnakit. Ata janë vëllezërit gjarprinj të popullit Obi në Amerikën e Veriut. Janë demonët e Krishtërimit. Për gnostikët ata janë arkontët, ndërsa në botën islame quhen xhin, dhe në formën e tyre të parë janë të natyrës energjetike, por mund të ndryshojnë formën. Një tjetër tekst kyç gnostik, Origjina e botës, shqyrton mënyrën se si arkontët manipulojnë njerëzit.
Shpjegohet se fuqia e tyre vjen nga aftësia për të imituar realitetin hyjnor, duke krijuar një pasqyrim të shtrembëruar të ekzistencës së vërtetë. Arkontët, sipas kësaj pikpamje, parazitojnë mendjen njerëzore duke nënkuptuar mendime negative, përçarje dhe shpërqendrime që i mbajnë njerëzit të burgosur në materialitet. Ndikimi i tyre nuk është vetëm individual, por edhe kolektiv. Në Ungjillin e Filipit thuhet se bota është një kufom e kalbur dhe kushdo që banon në të është i zhytur në korrupsion. Një metaforë e fuqishme për të përshkruar se si arkontët kanë ndërtuar një sistem të bazuar në mashtrim, konflikt dhe vuajtje. Një koncept kyç është se arkontët ushqehen me energji psikike, veçanërisht me emisione me frekuencë të ulët si frika, zemërimi, urrëtia dhe dëshpërimi. Kjo është e ngjashme me atë që në disa tradita moderne ezoterike quhet lysh, një energji e prodhuar nga njerëzit kur përjetojnë emocione intensive, veçanërisht ato negative. Këto krijesa që vijnë nga dimensione të tjera ushqehen duke parazituar, siç tham, shpirtrat njerëzor që në kushte vuajtjeje shpërndajnë një lloj të veçantë elektromagnetizmi, të quajtur energji aurea ose kristika, që është e shpirtrave dhe që arkontët nuk janë në gjendje ta gjenerojnë të pavarur nga që, siç tham, nuk kanë shpirt. Pra janë plotësisht parazit të vërtet që bëjnë çmos të krijojnë këto probleme te njeriu për të ushqyer ata vetë. Këta ndikojnë në mendjen dhe zemrën e njeriut dhe gjenerojnë vuajtje dhe shpirti në këto gjendje shpërndan energjinë aurea që tham që ushqen këta parazit. Pjesa dërmuese e njerëzve, duke mos perceptuar dot asgjë për dimensione të tjera, mbi dimensionin e tretë ku jetojnë, bëhet viktimë e arkontëve. Këta janë të sigurt, sidomos nga ignoranca e plot e qenies njerëzore në raport me dinamikat shumë dimensionale. Ka edhe që thonë që edhe të ashtu quaturat rrëmbime aliene kanë lidhje me aktivitetet arkontike në trupat astral të njerëzve, që në fazën REM të gjumit lirohen në dimensionin e katërt dhe parazitohen nga arkontët. Këta ju kryen edhe modifikime gjenetike që reflektohen në trupin fizik. Kur ne gjendemi në një realitet të përbërë nga energji me frekuenca të ulta, si zemërim, mërzitje, inat, pakënaqësi, kur po mendojmë se jeta është e kotë e padobishme, nuk bëjmë gjë tjetër veç se konsolidojmë këto rrjete të këtyre parazitëve shpirtëthithës. Ju kujtohet te filmi Matrix, ku tuba janë të futur në trupin e njeriut, i ka të ndisur në një bateri të vlefshme vetëm për të ushqyer me energji makinat. Nuk është e rastësishme, sepse njësoj si arkontët, edhe makinat nuk mund të vetë ushqehen me energjinë që kanë nevojë dhe rrezikojnë të vdesin në qoftë se nuk mbajnë kontrollin mbi njerëzit. Si gjithmonë, përdorin filmat për të na treguar, por ne nuk arrim të kuptojmë asgjë. Mjaftohemi me pamjen e jashtme të asaj që shikojmë apo dëgjojmë. Por, si arrin ta mbajnë këtë kontroll? Duke projektuar një film, ku secili është i bindur se është i lirë të bëj dhe mendoj vetë gjithçka. Praktikisht, ne duke parë filmin ton, apo më mirë, duke menduar që po e jetojmë, harrojmë origjinën tonë të pastër hyjnore. Ata na vjedhin jetën tonë dhe ushqehen me të për të përmirësuar jetën e tyre dhe mbretërinë e tyre. Tashmë, qenia njerëzore jeton një stil jete kaotike, stresante dhe toksike. Dhe duke mos patur kohë të reflektoj, jeton si një ketër në një kafaz që vrapon në rrotën që rrotullohet pa mbarim derisa bie nga lodhja. Gnostikët besonin se shoqëritë ishin të strukturuara për të mbajtur individët në një gjendje të vazhdueshme konflikti, duke i penguar ata të arrinin njohjen ose njohurinë e drejtë për drejtë të esencës së tyre hyjnore. Ata thonë se arkontikët nuk kanë imagjinat krijuese dhe i kanë zili njerëzit, sepse ne e kemi. Ata janë inorganik si cyborgët, një ratë robotike që mund të imitoj, por jo të sjell risi. Dhe fjala që përdornin për të karakterizuar arkontët ishte imitim. Ajo që ata po thoshin në të vërtet është se nëse u jepni këtyre arkontëve një fletë të bardhë, letre, ata nuk mund të krijojnë asgjë mbi të. Ata nuk e kanë atë imagjinat krijuese
që quhet qëllimshmëri, por u jep një atyre një copë letër me diçka mbi të, dhe ata mund ta përdredhin dhe ta manipulojnë atë sapo të ekzistojë. Ata janë parazit të mendjes, zotërojnë njerëzimin dhe manipulojnë mënyrën se si perceptojnë të gjithë. Fjala më e përshtatshme që mund të thuash për arkontët është mashtrim. Janë mashtrues. Dhe ajo që sajojnë është një përmbysje e rendit natyral. Pra, gjithçka bëhet e ndërgjegjshme, edhe përmbysja e realitetit bëhet e ndërgjegjshme. Dhe gjithçka që lidhet me arkontët është e fiksuar mbas vdekjes, që është e kundërta e jetës. Dhe kështu ekzistojnë edhe ata që i adhurojnë këto ide. I zbatojnë këto ide në ritualet e tyre të fiksuara mbas vdekjes. Kulti i vdekjes, ja çfarë janë këta arkontë dhe ndjekësit e tyre që synojnë të shkatrojnë shfarosin, ndërkohë që rregulli natyror është jeta dhe bollëku. Shikoni se si funksionon sistemi. Luftra, OMG, gjurmë kimike, mish sintetik, pandemi, viruse, vaksina, pedofili, transhumanizëm, transgjini, etj. Sistemi arkontik po shkatron jetën me luftën, po shkatron natyrën me zjarre, helme e të ashtu quhetër energji e gjelbër, po vret sprecit e gjalla me frekuenca e viruse. Kjo është bota e arkontëve. Në tekstet gnostike, bota e arkontëve përshkruhet si një botë e vdekur, pa imagjinat krijuese. Është kulti i vdekjes mbas gjithë këtij shkatrimi në botë, dhe e gjithë kjo që po ndodh është ajo që ata duan, se ky është realiteti i tyre. Aspekti tjetër i mendjes së tyre është psikopatia, e cila ja si përshkruhet nga Wikipedia. Psikopatia është një çrregullim personaliteti i karakterizuar nga sjellje antisociale, guxim, mosfrenim, egoizëm dhe mungesë e gjerë ose e plot e empatisë dhe pendimit. Shenjat dytësore janë narcisizmi, rezistenca emocionale, impulsiviteti, hipokrizia, pandjeshmëria, sadizmi ose kapaciteti i lartë intelektual, por edhe përdorimi i qëllimshëm, keqdashës i joshjes, manipulimit dhe përdorimit të njerëzve të tjerë për qëllime personale. Kur i lexon këto përcaktime, të duket sikur janë shkruar pikërisht për arkontët. Janë parazit, pikërisht se nuk kanë një aktivitet të tyre, por e realizojnë çdo gjë përmes njerëzve që kanë pushtuar. Pra, parazitojnë veprimtarinë e njerëzve duke e drejtuar aty ku duan ata vetë. Sa herë thuhet në jetë për dikë, është i pushtuar. Nuk ka kuptim thjesht religioz, pavarësisht se religionet bëjnë interpretimin e tyre. Gnostikët përdorin në tekstet e tyre fjalën hal, që do me thënë simulim. Arkontët mund të krijojnë atë që quhet realitet virtual përmes kontrollit të perceptimit. Bëjnë të duket se ka ndodhur diçka që në realitet nuk ka ndodhur. Më kujtohet tani një film nga ata që i etiketojnë si fantastiko shkencor, por nuk më kujtohet titulli i tij, ku kompjuteri kryesor, ai që sot e quajnë inteligjencë artificiale, rebelohet ndaj njerëzve që e krijon dhe nuk ju bindej më, duke kërcënuar shfarrosjen e njerëzimit. Duke si diçka e pa realizueshme në atë kohë, por ja ku jemi sot, të kërcënuar nga inteligjenca artificiale. Na kanë përpunuar psikologjikisht për të qenë të përgatitur dhe për ta konsideruar si normale gjithçka që do bënin më vonë. Çfarë thuhet në botën islamike dhe paraislamike për xhin? Që mund të manipulojnë njerëzit duke krijuar iluzione. Nga se përbëhet realiteti ynë, nga mundësia dhe probabiliteti i sjell në ekzistencë nga perceptimi ynë. I gjithë sistemi arkontik ka të bëjë me programimin e perceptimit njerëzor, me prishjen e perceptimit real dhe përmbysjen e tij. Pra, me shkëputjen e njeriut nga natyra, nga hyjnorja, dhe burgosjen në botën materiale në frekuencat e ulta që na imponojnë të perceptojmë duke u bërë ushqim për ata. Gnostikët përshkruajnë një botë që ekzistonte para ardhjes së arkontëve, të ngjashme me atë që shikojmë tek filmi Avatar. Biodiversitet, natyrë e pastër, kontakt me kafshët, kontakt me natyrën. Bëni vetë krahasimin me botën ku jetojmë sot. A mund të shkëputet lidhja me arkontët?
A mund të qëndrojmë larg tyre, të mos bëhemi viktime tyre? Natyrisht po. Mund të hyhet në kontakt me qenie pozitive. Gjithçka ka të bëjë me mendimin dhe reagimin pozitiv. Me dashurinë në vend të urrëties, me mirësinë në vend të ligësisë, me qetësinë në vend të zemërimit, pra, me pozitivitet në vend të negativitetit. Sa më shumë pozitivitet të kemi, aq më larg ne shqëndrojnë, sepse nuk kanë me se të ushqehen. Emocionet janë brenda nesh dhe jemi ne ata që duhet të zgjedhim të duhurat. Të tejkalojmë egon ton dhe të përpiqemi t'i afrohemi sa më shumë origjinës tonë hyjnore, që aq shumë theksohet në tekstet gnostike. Po cilët janë këta arkont që përshkruhen në tekstet gnostike? Identitete që personifikojnë të keqen absolute. Sikurse kemi thënë në videot e mëparshme, gnosticizmi paraqet një dallim midis qenies supreme, një zoti suprem të panjohur, dhe atij që mbështeti botën materiale të quajtur demiurg. Fjala demiurg është përdorur për herë të parë për të mbrojtur një qenie superiore që mbështeti botën në veprat e Platonit dhe do të thotë fjalë për fjalë zejtar. Në konceptin gnostik, demiurgu është në origjinën e materies dhe identifikohet me të keqen, pra kryesori mes demonëve dhe qenieve të liga. Edhe engjëjt e hebraizmit interpretohen si bashkëpunëtor të demiurgut në krijimin e botës materiale. Emri kryesor i demiurgut në sistemin gnostik kemi thënë që është Yaldabaoth, që paraqitet me trup gjarpri e kop luani. Është ai që i mban të burgosur shpirtrat në trupa fizik në botën materiale të mbushur me vuajtje e dhëmbje. Egjiptianët e kishin identifikuar Yahueun e tyre biblik me zotin e tyre Seth, që ishte konsideruar si uzurpatori që kishte vrarë vllajën e tij për t'i zënë vendin. Ky paraqitej me trup njeriu dhe kokën e një kafshë enigmatike të pa identifikuar sakt asnjëherë. Demonët kryesor të gnosticizmit janë arkontët, fjalë që vjen nga greqishtja e do të thotë qeveritar, guvernator. Mua personalisht më duket jo e rastësishme që të tillë quhen edhe këta që drejtojnë sot, qeveritar. Janë 7 arkont që quhen edhe hebdomas, që do të thotë një grup prej 7 elementësh. Qëllimi kryesor i tyre është të mos lejojnë shpirtrat të largohen nga bota materiale. Ata konsiderohen secili i lidhur me një planet të sistemit diellor. Yaldabaoth është i pari dhe i lidhur me Saturnin. Jao lidhet me Jupiterin, Sabaoth me Marsin, Adonaios me Diellin, Astafanos me Afroditën, Elaios me Mërkurin, Horais me Hënën. Në vartësi të tyre kanë demon të tjerë që veprojnë në botën materiale. Në traktatin gnostik të përfshirë në gjetjet në Nag Hammadi mbi origjinën e botës, arkontët janë edhe paraardhësit e parë të gjigantëve të quajtur Nefilim. Sipas përshkrimeve të engjëjve të rënë në shkrimet enokiane, ata nxisin pasionet njerëzore dhe mësojnë idhujtarin, magjin, sakrificën njerëzore dhe gjakderdhjen. Testet gnostike ofrojnë disa mësime se si të çlirohesh nga dikimi arkontik. Një nga më të fuqishmit gjendet në Ujillin e së vërtetës, ku thuhet se hapi i parë për të çliruar nga arkontët është të njohësh ekzistencën e tyre. Derisa njerëzit të kuptojnë se janë të bllokuar, ata nuk mund të kërkojnë një rrugdalje. Hapi i dytë është zhvillimi i vetëdijes së brendshme, duke mësuar të dallojmë mendimet autentike nga ato të implantuara nga arkontët. Hapi i tretë është të refuzosh të ushqesh sistemin e frikës dhe përçarjes, duke zgjedhur në vend të kësaj të kultivosh njohuri, dashuri dhe lidhje me hyjnoren. Kjo luftë nuk është vetëm mistike. Arkontët veprojnë përmes strukturave të pushtetit dhe komunikimit, duke manipuluar perceptimin kolektiv përmes përsëritjes së pamëshirshme të informacionit toksik. Sa më shumë përsëritet një ide, aq më shumë bëhet ajo një e vërtetë në thonjza në mendjet e njerëzve. Dhe kjo është baza e strategjisë së tyre, të përhapin vazhdimisht rrëfime që gjenerojnë përçarje, frikë dhe zemërim, duke i penguar qenjet njerëzore të bashkohen në një vetëdije më të lartë. Përçaj dhe sundo nuk është diçka që thuhet kot. Prandaj,
mësimet gnostike na ftojnë të shpëtojmë nga ky sistem jo vetëm në një nivel shpirtëror, por edhe në jetën e përditshme. Do të thotë, të mësosh të dallosh informacionin, të mos tërhiqesh nga emocionet reaktive, të kultivosh një mendje të lirë dhe autonome. Shkurt, të mendosh me kokën tënde, jo me atë që duan të të indokrinojnë. Ty mundet mos të pëlqej diçka të tjetri, është normale, por pse duhet të shpërthesh në sharje, fyerje, ofendime, vetëm pse ai nuk mendon si ti ose nuk beson në atë që beson ti? Kjo është arkontike. Mundet të mos pëlqejnë për shembull videot e mia. Nuk ka asgjë të keqe që nuk të pëlqejnë. Por cila është arsyeja që fillon të shkruash negativitete, sharje, fyerje, ofendime, vetëm pse ato nuk të pëlqejnë? Mos e ndiq kanalin, mos shiko videot dhe problemi zgjidhet. Në të kundërt, shiko se je i pushtuar nga arkontët që po ta përpin shpirtin dal nga dal. Dhe dallo me kujdes, se kjo gjë me siguri ndodh në jetën tënde të përditshme edhe për probleme të tjera. Unë personalisht për shembull kam vite që nuk shikoj televizor dhe ndjehem shumë më mirë se kur shikoja programe apo çdo gjë tjetër që më krijonte ndjesi jo të këndshme brenda meje. Arkontët nuk kanë pushtet mbi ata që janë zgjuar në vetdijen e tyre dhe refuzojnë të marrin pjesë në lojrat e tyre të manipulimit. Prandaj, ata përpiqen të na mbajnë në ato vibracione ose dridhje me frekuenca të ulta që përmenda më sipër. Tham se arkontët nuk kanë shpirt, nuk kanë emocione, nuk janë emotiv. Prandaj edhe veprimet e tyre më të liga nuk shkaktojnë empati te ata. Vrasjet për shembull janë si çdo veprim tjetër për ta, sikurse për ne është për shembull të ecësh, vraposh, ushqesh e tjerë. Ndoshta nuk do të ekzistonin në dimensionin ton nëse nuk do të kishin gjetur ushqimin e tyre këtu. Vibracionet e ulta që ju përmenda dhe që fatkeqësisht shtohen te njerëzit edhe në ndikimin e tyre, sepse e përsëris që ata ushqehen me trishtimin ton, me frikën ton, me urrëtitjen ton, me egon ton, me çdo energji negative që ne emetojmë. Së fundmi, një nga mësimet më të fuqishme të Ungjillit të Thomait thotë: kur ta njihni veten, atëherë do të njiheni dhe do ta kuptoni se jeni bij të Perëndisë së gjallë. Por nëse nuk e njihni veten, atëherë do të jeni në varfëri dhe do të jeni ju vetë varfëria. Kjo është zemra e mësimdhënies gnostike. Çlirimi nga arkontët ndodh kur qenia njerëzore kujtohet se kush është në të vërtetë, duke pranuar se natyra e saj nuk i përket burgut të botës materiale, por dritës së përjetshme të vetëdijes hyjnore, andej nga dhe kemi origjinën tonë hyjnore. Erdhëm në fund të kësaj video. Nuk e di sa interesante ishte për ju. Në qoftë se ju pëlqeu, klikoni më pëlqen dhe shpërndajeni. Regjistroni në kanal dhe shpërndani kanalin. Komentoni çfarë mendoni për këto që ju përcolla përmes kësaj videoje dhe si gjithmonë do t'ju përgjigjem. Bashkë takohemi në videon e ardhshme.